Mirëmëngjes dhe mirë se vini në Breaking. Do t'jemi edhe sot bashkë deri në orën 13 për të përcjellë lajme dhe zhvillimet e ditës nga vendi, rajoni dhe bota. Vetëm 2 net më parë, Lezhë dhe Tirana janë tronditur nga 2 atentate mafioze, ku si pasojë në të parin, pra në atentatin e Lezhës, për fat të keq ka mbetur i pa jetë Gjovalin Prendi, ndërsa në kryeqytet janë plagosur 4 të rinj, 2 prej të cilëve 11 dhe 17 vjeç. Për të na dhënë detaje në lidhje me këtë ngjarje të rëndë, cilat janë pistat ku prokuroria ka fokusuar hetimin, unë kam kënaqësinë të kem në një lidhje direkte gazetarin Besmir Pulaj, gjithashtu bashkë me ne do të jetë edhe avokati i njohur Edmond Petraj. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Mirë se vini në Breaking. Besmir, një ngjarje e rëndë në Lezhë, ku vetëm disa minuta më pas u pasua nga një tjetër atentat, ku mbetën të plagosur 4 të rinj, madje 2 prej tyre të mitur, 11 dhe 17 vjeçar. Çfarë dihet deri tani? Nuk ishte ndodhur më parë që pjesë e krimit të përfshihen, le themi, edhe fëmijë të mitur, përkatësisht 11 dhe 17 vjeç, ose ngjarje fare të rralla në fakt, por nga ajo se çfarë kemi arritur mësojmë edhe për gjatë gjithë ditës djeshme dhe referuar edhe dinamikës së ngjarjes, të pak referuar burimeve policore, 4 persona të përfshirë këtu 2 djemt e kompanisë së sigurisë, bashkë me shokun e tyre 19 vjeçar, si dhe shoferin e automjetit tip G-Class, kanë qenë në zonën e Pjezës, në rrugën afër 4 rrugëve të Shijakut, dhe ku aty kanë qenë për tu dëfryer, për të luajtur dhe testuar teknikën e 11 vjeçarit, dhe më pasi kanë përfunduar, le të themi, aktivitetin e tyre argëtues në atë pistë garash me makina, le ta quajmë kështu, se kështu është ai aktivitet atje, dhe më pas janë nisur në drejtim të Tiranës. Nuk kanë zgjedhur të njëjtën rrugë, pra të njëjtën rrugë të Unazës nga zona e ish, le të themi, doganës për në drejtim të fabrikës së miellit, siç njihen ndryshe, por i kanë rënë në anën tjetër, në zonën, le të themi, në drejtim të Shkozës, më falni, kjo edhe për të, le të themi, për të eliminuar trafikun, referuar këtu edhe dëshmisë së këtij të fundit 34 vjeçarit shoferit të automjetit. Menjëherë sapo ato kanë kaluar në fakt rreth rrotullimin e Shkozës dhe për të bërë daljen që bëhet në rrugën dytësore të Lundrës në afërsi të Agroparkut, aty kanë vërejtur që po ndiqeshin nga persona. Deri në atë moment, të paktën referuar edhe dëshmisë së shoferit, deri në atë moment nuk ka vërejtur asgjë të dyshimt dhe i është dukur gjithçka si normale. Dhe në atë moment, për rreth ndoshta 1 apo 1,5 kilometër, nuk mund ta themi këtë me saktësi, kanë lëvizur dhe janë ndjekur nga autorët, ku janë goditur me breshëri plumbash. Në afërsi të Lundrës, në zonë, le themi, rezidenciale, ku banojnë një numër i konsiderueshëm personash, përfshirë edhe 4 personat që mbetën të plagosur, më saktë 3 personat dhe shoferi sigurisht. Mund të rrezikojë edhe jeta e personave të tjerë që mund të gjendeshin rastësisht aty? Patjetër, dhe kjo do ishte edhe më tragjike nëse do të rezultonte kështu, për shkak se ka një popullim, siç dihet, në atë lloj zone të konsiderueshëm të personave. Në atë moment, pasi është qelluar, shoferi, le të themi, të paktën sipas burimeve, ka humbur në fakt kontrollin e mjetit, drejtimin e mjetit, dhe shpërplasur me një pemë në zonën e Lundrës. Aty kanë qenë në fakt banorët e zonës dhe ato që kanë pasur banesat aty dhe qytetarë të rastishëm që kanë kaluar në rrugë, të cilët kanë njoftuar menjëherë policinë. Të paktën, në ditën e djeshme Fiori komunikova dhe me pronarin e shtëpisë ku kishte ndodhur fiks aksidenti, i cili sigurisht jashtë kamrës më komunikoi që fillimisht dola dhe isha i tronditur, ku mendova, tha, se mos më goditën makinën, pasi parkoja makinën në atë ambient aty jashtë. Por kur pash 4 të rinj që ishin përplasur. Mendova që u përplasën në pemën, pash që ato mjeti në fakt tha ishte fare pak i dëmtuar, nuk më shkoi kurse si mendja që mund të kishin bëjmë me një atentat, hyra brenda, por më pas dërgjegja më breu dhe dola edhe një herë jashtë, dhe kur pash ishin mbledhur shumë njerëz dhe aty pash që kishin bënë me plagosur, dhe më pas erdhi policia dhe sigurisht u transportuan edhe në spital. Për të ndalur pak tek pista kryesore që lidhet kjo ngjarje, të paktën deri tani grupi hetimor i referohemi gjithmonë. Besmir, do të kalojmë edhe tek pistat, por unë do doja një koment të avokatit. Avokat, një atentat që nuk po kursen as të miturit.
Çfarë po ndodh? Kush po vret në vend? Këto që po ndodhin, normalisht është një tronditje shumë e rëndë, është një pasiguri totale, por që raste të tilla mlefi, me kanë qenë se dikush e ka piketuar që do ta bëj atë veprim, ai do ta kryej, siç e ka kryer edhe në këtë rast, por që duhet parë tani pjesa e marrëdhënies për sa i përket pjesës së konfliktit që mund të kenë palët. Pra, nëse kemi shkak të lidhur me rastin e Lezhës, apo kemi një ngatres për sa i përket nga që janë dy makinat, por që përsëri ka një lloj përplasje sepse janë targa. Janë targat ato të cilat ndoshta një person i cili del për të vrarë, për të bërë një atentat, ai punë e parë është fikson targën, fikson mjetin. Pra, nuk mund të ngatrohet kjo. Kjo është një rapistë që mund të them unë. Me fjalë, nuk mund të jetë një vrasës apo një atentator i cili kryen një rast të tillë flagrant në një rrethrodhullim në shesh të hapur. Presupozohet që është e mirë menduar, le të themi. E mirë menduar dhe nuk mendoj që ka qenë i pavëmendshëm. Por mund të jemi edhe në një rast të tillë, sepse ngatrime objektive ne kemi parë edhe në raste të tjera, pra nuk është hera e parë që hetohet në këtë pistë. Patjetër, por që do të kalojnë në 2-3 pista kjo si marrëdhënie. Mendoj që kjo makinë e cila unë tani hyra në detaje teknike, Fjori, që ta kaloj në pjesa e ime e profesionit, si e shikoj unë, kjo makinë do të zbulohet, do të zbulohen edhe personat të cilët ka qenë mbi të. Mund të jetë edhe makinë e vjedhur, çdo gjë funksionon. Makina që kanë përdorur atentatorët, po thoni. Mund të jetë ajo makinë e vjedhur, por që kam përshtypjen që policia apo organi jetimor ka filluar gjithë skanimin e rrugëve të cilët mund të ketë përshkruar kjo makinë. Pra, duke mbledhur të gjithë ndonjë imazh filmik të kapur nga objekte apo vendosje kamerash në pozicione të caktuara. Kështu që kam përshtypjen që kjo me pak dinamizëm dhe profesionalizëm kjo zbulohet. Me fjalë, unë shikoj që hetimi në këtë rast nuk fal se sot ka mjete, prandaj dhe them që nuk është kaq që mund të themi që është tepër e vështirë. Sot ka mjete të sofistikuara, të cilët të zbulojnë kur kryen një atentat. Por që sot kemi edhe një mangësi tjetër, të cilët mendohet, nuk e di nëse në Shqipëri do të fillojë, por që në përgjithësi në shumë vende, në disa vende që ka filluar dhe projekti pilot, është pjesa e skanimit të rrugëve kur kalojnë makinat për sende të cilat mund të kenë paligjshme në makinë. Nuk e di tani, pjesa e sigurisë të neve, ne jemi shtet shumë i vogël për të kontrolluar, por që policia është ajo e cila do të vendosi këtë situatë në kontroll. Në fakt është një rast i paparashikuar dhe nuk mund t'i bën faj as pjesës së sigurisë së rendit publik, por që ndoshta mund të jetë edhe e lidhur me rastin e Lezhës. Mendoj unë. Do të na japi të tjera detaje Besmiri në këto momente. Po në fakt, të paktën Fjori nga komunikimi i vazhdueshëm me burime pranë drejtorisë policisë Tiranës, por edhe asaj të Lezhës në fakt përderisa të paktën ka një pistë kryesore të përqendruar te ngatresa e shënjestrës, grupi hetimor deri në këto momente në këtë fazë hetimit në fakt beson fort që kanë të bëjnë me një ngatrim të shënjestrën. Janë disa elemente të paktën që sipas grupit hetimor i bëjnë të dyshojnë. Gjashmëria e targës është elementi i parë, zona ku banonte në të njëjtën zonë rezidenciale edhe bashkëshortja Roan Brahimit, së bashku edhe me 3 të rinj të cilët të paktën dyshohet se është ngatruar kjo shënjestër, gjashmëria e automjeteve, edhe pse në fakt po shohim pjesën konkrete të gjitha lëvizjeve të atentatorëve, duke që kanë qenë të mirë organizuar, duke që janë të paktën në pamje të parë vrasës me pagesë dhe sigurisht nuk ka se si vrasës me pagesë të ngatrojnë shënjestrën në një gjykim të parë. Por nga ana tjetër, historia e thatë dhe ju pak më parë ka treguar që shpeshherë shënjestrat edhe janë ngatruar. Por të paktën nga burime, por edhe nga prokuroria besojnë se deri tani kemi të bëjmë me një ngatrim të shënjestrës.
Jo më larg se rreth 20 minuta përpara se të hynim në këtë transmetim drejt për drejt, u interesova sërish pranë drejtorisë Policisë Tiranës në lidhje me ngjarjen, nëse është marrë në pyetje ose jo pronari i kompanisë Pelikani, të paktën deri tani më është konfirmuar që ende nuk është marrë në pyetje. Edhe për shkak të ngarkesës psikologjike, emocionale. Për shkak se ndodhet në Itali me të dy djemë që të paktën siç raportuam edhe në darkë, në fakt janë larguar dhe janë dërguar për trajtim më të specializuar, njëri rreth orës 7 të gjysmë të darkës dhe tjetri rreth orës 9 të gjysmë të darkës, janë nisur në drejtim të Italisë, ku në fakt 11 vjeçari i përisë vërtetës vijon të jetë në gjendje të rëndë shëndetësore, ka pasur vetëm një stabilizim parametrash, pra ai sa i ka lejuar stafit mjekësor që ta transportuar transportimin anën teknike të mjekëve që t'i bëjnë transportimin për në Itali, por vijon të jetë në gjendje të rëndë shëndetësore, ka dëmtime në pjesën e kraharorit, pra plumbi i ka rënë në kraharor, ka dëmtime në pjesën e ezofakut, ka dëmtime edhe në pjesën e stomakut, si të paktën sipas edhe burimeve nga Spitali i Traumës. Duke shpresuar në fakt që gjendja e tyre shëndetësore të përmirësohet dhe të jetë mirë. Në fakt, për sa i përket edhe pjesës pistës, kjo ka qenë pista kryesore. Sigurisht që grupi hetimor në të tilla raste, pavarësisht se ka një pistë kryesore hetimi, nuk lë, le themi, pa hetuar edhe pista të tjera të mundshme, konflikte që mund të ketë pasur ndoshta babai i dy djemve, apo konflikte të tjera që mund të ketë pasur familjar, dhe kjo mund të jetë një shenjë hakmarrje. Megjithatë, elementët që nisa të pak më parë. Dhe për fat të keq, pjesë e hakmarrjes po bëhen edhe të miturit, edhe fëmijët, është vetëm 11 vjeç. është tronditse në fakt. Vërtet tronditse. Është tronditse në fakt që vijojnë, që bëhen fëmijët pjesë atentateve, nuk ka kursesi edhe të paktën edhe krimi organizuar ka disa morale në këtë mes që nuk prek fëmijët. Ka disa kode të pashkruara, disa kode morale që nuk prekin fëmijët dhe gratë, por siç duket tashmë ose mund të jetë realisht një gabim në shënjestër dhe nuk e kanë parë kush është ndodhur brenda, ose pastaj kanë dashur që le themi të shuajnë të gjithë familjen dhe të gjithë objektivin e tyre. Sigurisht Fiori, pavarësisht rëndesës dhe rrezikshmërisë që ka pasur kjo ngjarje, duhet thënë që të paktën policia duhet të jetë më vëmendshme në marrjen e dëshmive. Pse e thua këtë? E kuptojmë, po. Do të argumentoj pse e them. E kuptoj edhe gjendjen e rënduar të babait, sepse ka 2 fëmijë në gjendje të rëndë, por nëse dëshmit merren në kohë reale mund të ndihmojnë në identifikimin e autorëve, pavarësisht se në momentin e parë që ndodh një ngjarje, oficeri komunikon nëse ka ndonjë dyshim. Por dëshmia kuptohet ka detaje të tjera, është e shkruar etj, gjëra dhe teknike më pas, por mund ndihmojnë në identifikimin e autorëve. Çdo minutë, çdo orë që kalon, rrezikohet prishja e provave, rrezikohet humbja e gjurmëshmërisë së autorëve. Të paktën në këtë ngjarje sipas burimeve dyshohet se kanë marrë pjesë 3 persona. Ka një dyshim që personat në fakt janë ndjekur me motor, ndërkohë ka qenë edhe një automjet i cili i ka ndihmuar për të larguar më pas nga vendi i ngjarjes. Të paktën sipas burimeve. Dyshohet se kanë marrë pjesë 3 persona në këtë atentat, por deri tani, edhe pse kanë kaluar në fakt kaq shumë orë, ende nuk kanë rënë në gjurmët e autorëve të krimit, pavarësisht se janë marrë të gjithë kamrat dhe po vijon ende kthyrja e të gjithë kamrave të zonës që përfshin për të bërë të mundur të paktën edhe identifikimin e largimit, se nga janë larguar ata. Të paktën, po. Jo, doja të pyesja pak avokatin, tham me Besmirin që janë shkelur edhe ato kode që zakonisht organizatat, grupet kriminale i ruajnë deri diku. Në këtë rast nuk po njeh limite krimi, avokat. Ajo varet edhe nga ngarkesa e klefit, e asaj hakmarrje. Këto janë gjëra të cilat mendoj që ndoshta mund të jetë opsioni i parë që kanë gatres. E dyta që më bën përshtypje dhe nuk kanë ditur që ka pasur fëmijë vegjël brenda, pra nuk e kanë identifikuar mirë se kush kanë qenë personat brenda. Mund të jetë pjesa tjetër të cilën dyshoj unë dhe këtu dyshoj,
që nëse do ta kishin mirë organizuar për të vrarë edhe pjesën e gruas atij personit i cili ishte në mort në Lezhë, që ka lidhje me Lezhën, kam përshtypjen që mund të kemi një mos identifikim dhe mos organizim për të ditur dhe për të mbajtur në kontroll makinën të cilën po lëvizte. Ajo që mund të qëndrojë tani dhe këto kodet morale njëri kanë humbur, pasi në gjitha vrasjet ju keni parë se çka ka ndodhur. Vetëm për të vrarë dikë, vritet një klient që është duke pirë kafe dhe vritet edhe karrieri. Ne i kemi parë këto raste, nuk është se janë të pazakonta tashmë. Nuk është janë bërë prezent, por që unë po fokusohem gjithmonë te pjesa hetimore, dhe pjesa e cilën mendoj që të makina atentatorëve tani kanë qenë 2 apo 3, kjo ngjelet për të identifikuar, por zakonisht kur bëhet minimumi bëhet me 2. Sepse një shofer i cili merr dhe ngjet makinën për të goditur e tjera nuk mundet dot të veprojë në 2 drejtime. Mund të jetë me fjalë mbi 2 persona duke qenë brenda. Pastaj makina e cila i ka pritur dhe ai motorri e tjera të cilët kanë qenë kjo pjesa që i kanë ndjekur siç tha dhe Besmir, mendoj që janë pjesë identifikuese të shoqërimit. Po për sa i përket marrjes së dëshmisë avokat, atë që Besmiri sa pak më parë që si procedurë duhet që dëshmia të merret më njëherë me qëllim që të mos bëhet e mundur prishja e provave. Sa ta... Po. Një lapsus... Atëherë, Besmir, do të vijojmë bashkë sa po të sistemohet lidhja me avokatin për të diskutuar pak në lidhje me dyshimet, pra që të dyja ngjarjet, të dyja atentatet mund të kenë lidhje me njëra tjetrën, ka ndodhur vetëm disa minuta pas atentatit të Lezhës, atentati i Tiranës, ndërkohë do doja të më bëje një historik të ngjarjeve, çfarë ka ndodhur, cila është pista ku është fokusuar hetimi edhe në lidhje me atentatin ndaj Gjovalim Prendit, i cili është babai i të ndjerit Roan Brahimi, i ekzekutuar një vit më parë në Greqi. Në fakt, duke qenë që ka ndodhur në një kohë të shkurtër të dyja ngjarjet, rreth 90 minuta me diferencë midis tyre, e para e Lezhës ku ekzekutua Gjovalim Prendi, 64 vjeçari, i cili gjithashtu rezulton të jetë babai i Roan Brahimit, i ekzekutuar një vit më parë në Greqi. Në fakt e lidhin edhe për shkak të kohës që kanë të paktën grupi hetimor për të kohës të shkurtër që kanë ndodhur të dyja ngjarjet dhe mendojnë që po prisnin bashkëshorten e Roan Brahimi që të kthehej në fakt në vilat në bllokun aty në Lundur dhe do donin të ekzekutonin le të themi në një farë mënyrë të gjithë familjen. Sigurisht që edhe ngjarja e Lezhës është po ashtu kaq e rëndë, ku një 64 vjeçar i cili nuk të paktën edhe nga verifikimet nuk rezulton të ketë pasur konflikte të mëhershme personale, pra dhe gjithë pista e dyshimit edhe nga dëshmia e bashkëshortes së Roan Brahimit është se nuk as vjerrja e saj, as ajo vetë nuk është se kanë pasur konflikte me persona të tjerë, por ajo se çfarë dyshojnë vetë paktën grupi hetimor është se të paktën të gjitha lidhen me hasmëritë dhe hakmarrjet ndaj Roan Brahimit. Roan Brahimi në fakt është një eksponent i njohur i botës së krimit, njihet si kundërshtar ose rival thelbësor kryesor ndaj Ervis Martinajt, të paktën është hetuar për disa ngjarje kriminale që lidhen kryesisht të themi në rajonin Fushkruj Lezhë, nëse mund ta konsiderojmë kështu, dhe duke nisur së pari të paktën është akuzuar si pjesëmarrës në vrasjen e Brillant Martinajt. Brillant Martinaj është kushëri i Ervis Martinajt, i cili u ekzekutua bashkë me 2 shokët e tij në urën e Fushkrujës, një atentat ku u vran 3 vetë, pra 3 djemë të ri, u ekzekutuan me bërshëri plumbash dhe më pas automjetit e tyre ju vendos flaka për tu djegur. Gjithsesi kjo ka qenë në hetim, po sigurisht duke qenë se ai ka qenë jashtë vendit, nuk është bërë i mundur ndalimi i tij dhe marrja në pyetje nga autoritetet në lidhje me këtë ngjarje, pra vrasjen e Brillant Martinajt, kushëririt të Ervis Martinajt. Të paktën grupi hetimor dyshohet se gjithë armiqësia
e tyre e Ervis Martinajt së bashku me Roan Brahimi ka nisur fillimisht nga le themi disa mosmarrveshje, disa borxhe që kanë pasur kryesisht në aktivitetin e fushës së lojrave të fatit, ku të paktën Ervis Martinaj njihet si bosi i lojrave të fatit, paktën kështu konsiderohet, dhe nga ana tjetër Fiori më bën dhe diçka tjetër përshtypje, se nëse i qëndrojmë kësaj dije logjike, ku pra hasmëria midis Ervis Martinaj dhe Roan Brahimit na bën dyshojmë se ndoshta Ervis Martinaj nuk ka vdekur, pra aq kohë sa po vritën kundërshtarët e tij. Dhe probabiliteti është që ndoshta Ervis Martinaj nuk ka vdekur, pra aq kohë sa po i vritën le të themi rivalet, dhe mund të mendohet kështu edhe nga grupi hetimor, dhe mund shihet edhe në këtë prizëm se mos ndoshta Ervis Martinaj po porosit sërish. Pra aq kohë sa nuk ka, le të themi, një trup, konsiderohet që nuk ka vrasje, dhe sigurisht edhe prandaj edhe hetimet e prokurorisë për çështjen e Ervis Martinaj. Dhe do doja të ndalesha pak me avokatin pikërisht në këtë pikë. Avokat Petraj, më dëgjon? Po. Sapo dha një deklarat, Besmiri tha të gjitha këto ngjarje, duket sikur kemi një rizgjim, le të themi, të grupit të Ervis Martinajt, mund na bëjnë të mendojmë që është ende në jetë. Kam përshtypjen që edhe mund të jetë e tillë, por që probabiliteti i mundshëm është që ai ka vdekur, ndoshta nuk e di, unë më lëm pak pa fjalë për sa i përket edhe shumë veprimeve procedurie të Fiorit, sepse ka një gjë që kur fillon edhe një proces hetimor që kërkon për një person, për të shpalljen e një personi të zhvillur, është një lloj procedure që bëhet. Dhe deri në këtë moment, derisa të kemi një shenjë ku po me ADN-je e tjera, mendoj që ka elemente të cilat e lënë të dyshuar. Mbi të tani rëndojnë, ju e dini shumë mirë, që rëndojnë shumë masa sigurie arrest me burg, është në dosje në hetim, por që ky zdimi i grupit dhe këto kam përshtypjen ndoshta dikush tjetër vazhdon këtë pjesën e lojës. Nuk është asnjë që duhet të jetë gjallë ai që të ndodhin bot. Qartë. Nuk e di, janë disa elementë, por që kjo dosje zbardhet edhe i nxjerr elementet përballë. Këtë të garantoj. Avokat, një pyetje për të dy. Pse po ndodhin pikërisht në këtë periudhë? Jemi në fushat zgjedhore dhe duket se ka një rizgjim të krimit. Në përgjithësi, këto fora unë Besmir, të kërkoj ndjes. Në përgjithësi, në momente fushatash, po ta dini re, ose kur ka organizime të mëdha për sa i përket strukturave të policisë të përqendruara në disa segmente, sepse policia e shtetit ka kaluar në siguri të jashtëzakonshme, që është në pjesën duke mbajtur në emergjencë situatën zgjedhore, që mund të ndodhin, plus edhe impenjimi cilin kanë në pjesën e krimit zgjedhor që janë strukturat e task force në teren, sepse policia është ajo e cila mbledh i gjithë elementet për sa i përket pjesës e krimit zgjedhor dhe elementeve të ndryshueshëm janë mbarvajtjet e mitingjeve, rrugës të cilët lëvizin personalitete për mos pasur incidente, dhe ndërkohë në mankat e kapaciteteve dhe boshllëqe të cilët krijohen në këtë lloj situata, me fjalë ndodhin në përgjithësi këto, por që përsëri mund të themi që ndodhi pikërisht sepse ishte pjesa e situatës zgjedhore. Por që në përgjithësi ka raste të tilla dhe situata zgjedhore në përgjithësi kemi parë edhe raste të tjera që ka pasur ngjarje më makabre se që ka ndodhur në vrasje, po thoj një 2 ditë para shumë vitesh. E kemi pasur, ne nuk është se kemi jetuar diku tjetër, por këtu kemi qenë. Dhe kjo është situata me këtë, por që ndoshta edhe kapacitetet të cilat duhet të jenë kapacitetet të teknologjisë që duhet të jenë të sistemuara në gjitha rrugët e Shqipërisë, me këtë. Siç e ka Italia, që e kontrollon gjitha aktet. Hyrje dalje në partisë. Do doja të pyesja pak edhe Besmirin, nisur edhe nga informacionet që lëshon her pas here policia.
Si është situata e sigurisë në vend, tashmë që jemi në kulmin e fushatës zgjedhore? Avokati tha që nuk është diçka e pazakon, sepse krimi, le të themi, ka vijuar aktivitetin e tij edhe gjatë fushatave, por edhe kur nuk ka pasur fushat. Thjesht ndoshta tani ka një mungesë përqendrimi, duke qenë se e gjithë vëmendja është tek fushata dhe nga kjo mund të përfitohet. Është e drejtë, në fakt qëndron e gjitha si logjike dhe avokatit edhe juaja Fiori që në situata të tilla kur policia e shtetit, forcat policore përqendron tek mbarvajtja e zgjedhjeve parlamentare, sigurisht që vet autorët e ngjarjeve, vet ata që kanë planifikuar të bëjnë një vrasje, mundon ta bëjnë këtë periudhë, pasi le të themi do të jenë më të përqendruar autoritetet për të gjurmuar ngjarjet. Sigurisht kemi parë që ka pasur edhe pak ditë para zgjedhjeve ka pasur vrasje, ka pasur kujtën këtu rastin e Elbasanit, por edhe raste të tjera. Por të paktën dy ngjarjet e 2 ditëve të fundit që ndodhi ajo në Lezhë dhe kjo në Tiranë nuk kanë lidhje me pjesën e zgjedhjeve, për aq kohë sa ka një lloj backgroundi, ka një lloj dyshimi, ka një lloj pise e cila në fakt që nuk kanë lidhje me zgjedhje, nuk janë as funksionare etj etj. Por nga ana tjetër nuk përjashtohet mundësia që autorët të ruajnë këtë lloj kohe për të bërë krimet e tyre për shkak se gjurmëshmëria mendojnë ata që do të jetë më e ulët. Në fakt, vazhdimisht në të tilla situata, drejtoria e përgjithshme, po ashtu edhe drejtoritë vendore mbledhin shpeshherë shefat e komisariateve, shefat e krimeve, le të themi shefat e sektorëve të ndryshëm, të cilët kanë lidhje drejtpërdrejt me këtë lloj aktiviteti, ku në fakt i paralajmërojnë që të jenë vigjilent gjatë kësaj periudhe, i paralajmërojnë që të kenë në konsiderat personat që janë nën kërkim nëse mund të jenë kthyer ndoshta në Shqipëri, një pjesë e tyre në fakt shfrytëzojnë edhe fluksin që mund të ketë në këtë periudhë për të ardhur në rrugë toksore e tjera, edhe pse mund të jenë në kërkim dhe ndoshta mund të kalojnë ilegalisht. Ndaj policia në vijimsi u jep detyra kryesisht shefave të komisariateve, shefave të krimeve dhe drejtuesve të tjerë që të jenë vigjilent për gjurmuar raste të tilla. Besmirë, të falenderoj shumë. Ka diçka për të shtuar, avokat? Fiori, vetëm e gjë që ngelet është një këshill ndoshta për pjesën e policisë së shtetit që të mbajnë në kontroll gjitha dyshimet e arsyeshme dhe këto raste për të cilat edhe mundohet të shpërthejnë nga momenti në moment dhe të mbahen më në kontroll, duke ditur se këto nuk janë raste që filluan sot, janë asnjë që fillon sot, por është janë në vite të akumuluara këto situata. Mendoj që duhet të jenë më vigjilentë dhe të mbajnë më në kontroll personazhet veçantë që janë të dyshuar. Kjo është ajo për të cilën unë mendoj. Pastaj janë forcat e policisë së shtetit, të cilët ato që organizojnë metodikën dhe planin e punës në terren, të cilët mbajnë në kontroll situatën, por që duhet futur urgjentisht dhe pjesa e teknologjisë. Ju falenderoj shumë për të gjitha opinionet dhe mbi të gjitha për kohën. Faleminderit ju. Na kushtuat, gëzuar pashkën. Faleminderit, do të kalojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.